është një ditë e rëndësishme nga ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë, por kërkohet edhe pak kujdes dhe jo nxitim. Ku kërkohet kujdes dhe ku jo nxitim? Kujdes kërkohet në lidhje me firmosje. Nxitim kërkohet ku nuk është e thënë që të vesh o sot o kur. Sepse dita e ite e datës 17 kërkon kohë dhe koha duhet të matur dhe nëse jam gati t'i përgjigjem kërkesës që ata kërkojnë. Nëse jeni gati dhe jeni përgatitur ditë më përpara, mund të shkoni mbas orës 12. Shenjat që duhet pasur kujdes se mund të humbasin një vend pune, sepse ju është taksur diku që adin tek puna që neve bashkëpunojmë dhe është kohë mirë, lekët janë pozitiv e kështu me radhë. Këtu bëni kujdes miqtë e mi sepse mund të humbisni. Dhe kjo nuk është në anën tuaj. Shenjat që kanë të bëjnë janë shenjat e zjarrit. Shigjetarët do të pasur kujdes të dhjetëçit të parë, kemi luanët të dhjetëçit të dytë, do të pasur shumë kujdes, por dhe dashi i dhjetëçit të tretë. Do të keni kujdes to shenja, këto 10 diça, sepse është mirë të qëndroni aty ku jeni, dhe të jeni gati dhe më vonë mund bëni çfarë doni. Por në ditën e sotme, të ditës së ejte të datës 17, bëni kujdes, sepse mund të dëgjojmë disa gjëra që nuk kemi dëgjuar kohë përpara. Mund të ndodhi diçka që ndryshe mendojmë, ndryshe veprojmë, si në çështjet me jashtë kuadratit tonë, lidhje me politikën, lidhje me gjëra të ndryshme që këtu dhe jemi do të shikojmë. Sepse është një ditë që vërtet të ndihmon, por të ndihmon me anën tjetër, pra e drejta është e drejta, e shtrëmbër është shtrëmbër. Nëse këto gjëra neve ingatarrojmë, është njësoj se ku të marrësh në energji, në ulje dhe fazat. Ti bashkoni bashkë, do bjerë sigurisë, është logjike. Ose nëse nuk ka sigurisë, ngelesh aty në vend. Pra ne do të pasur kujdes në këtë drejtim. Në lidhje me gjërat që do të ndikojnë ose çështje pune, çështje karriere, mirë do ishte mbas ditët të bëni bisedimet, sepse nga njëra anë është edhe momenti, domethënë që mund të keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur çështje që ve keni pasur dhe keni, por në lidhje me punën që do të keni mundësi të shikoni edhe vetë ju, ka të bëjnë shenjat siç është gaforja, bricapët, peshorja, kanë një mundësi në lidhje me punën e tyre për të biseduar, por jo për të vepruar ose për të firmosur kontrata, sepse është një thikë me dy presa. Prandaj, nëse ju premton koha, është mirë, nëse jo, atëherë kërkohet vëmendje.